protektoratin ndërkombëtar, bisedimit e Vjenës, të gjitha këto i kanë 10 vite. Ndërkaq Bashkimi Evropian negocion basa rezolutës 9 shtatorit 2010 negocion në Bruxelles që 14 vite. Dhe akoma sillet e ura hibrit aty, a du të me qenë muri kaq, a du të me qenë tabelat me stikera pas stikera. Dhe por nga kjo perspektivë, unë mendoj që është një lajm interesant për Kosovën, pa diskutim. Interesant në të mirë apo në të keq? Ja, unë mendoj që në shtëpinë e Barë, kur përmendet këtë kontekst, është lajm i mirë, sepse një gjë nuk du të harru. Nëse e shohim krejt angazhimin amerikan rreth Kosovës, që nga fillimi viteve 90, respektivisht që nga kur ka qenë Halili në atë vizitën e famshme fillim të viteve 90. E deri të Bushi, kur ka thënë në Tiranë mjaft të shmjaft, Kosova do të jetë e pavarur, ne shohim që gjithherë fjala, prononcimi, qëndrimi amerikan ka bë diferencën në raport me evropianët. Trumpi është atipik si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe në mandatin e parë ka ditur, shembull, atëherë përdorte Twitterin, tash ka ndryshuar edhe rrjetin social, po ka ditur të bëjë edhe gafe. Shembull të flet për Malazes se si janë popull luftarake kështu me një varforme. E tani pikpyetja është, a e ka patur vetëm sa për të përdorur, sa për të shfrytzuar një argument, apo po paralajmërohet diçka e madhe? Jo, mendoj që është një paralajmërim, nuk është përmend krejt që mund të thojmë në mënyrë aksidentale. Absolut si besoj kësaj, sepse e di të paktën në sistem, brenda sistemi si funksionojnë politikanët dhe kur bëjnë kësi postime e masin çdo presje. I jo vetëm këto, dhe par nga kjo perspektivë, unë mendoj që Kosova duhet të jetë azhure në kuptimin e kanalet diplomatike, të marrë sinjalit se çfarë po paralajmëron Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë që ne mos të presim që pala tjetër të na vijë me një marrëveshje dhe të na thotë kjo është kështu siç na e bënën evropianët në Ohër. Por një gjë duhet ta dimi që nëse hyn në lojën diplomatike të negociatave Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që marrëveshja e Ohrit faktikisht i mbetet historisë, sepse edhe ashtu është e keq e dizajnuar, edhe ashtu është keq e paketuar, edhe ashtu përmbajtja janë shumë problematike. Po, ajo mbetet natyrisht për të parë më pastaj se sa do ta mbështesin aktualisht Bashkimi Evropian ka deklaruar se është në mbështetje të plotë të një situate të tillë, por përmendja e Kosovës, Ahmeti, për juve, është lajm i mirë ose i keq në atë postimin e Trumpit? A ju bën të friksoheni apo ju bën të gëzoheni me një farë forme? Se unë ende jam në atë dilemë personalisht, a është mirë a është keq? Se dhe kolegu Këshini, do më thonë në politikë varësisht në çfarë konteksti përdoret ajo, por gjithsesi